Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie midis bashkësive ka vazhduar sot me shqyrtimin e amendamenteve të opozitës shqiptare sa i përket propozim ligjit për përfaqësim të drejtë. Deputetja e BDI-s Irina Hajdari ka propozuar amendamentin e radhës me të cilin ka kërkuar që në çdo punësim në një organ publik, vendet e lira të punës të shpërndahen proporcionalisht midis komuniteteve. Sipas këtij propozimi, kandidatët konkurrojnë me anëtarët e komunitetit të tyre dhe përzgjidhet ai që ka rezultate dhe kualifikimet më të mira. Në këtë mënyrë, sipas Hajdarit, sigurohet njëkohësisht përfaqësimi dhe përzgjedhja e personave më të kualifikuar. Ky parim është në përputhje edhe me qëndrimin e Komisionit të Venedikut, i cili thekson se kualifikimet duhet të mbeten kriteri kryesor për punësim. Përkatësia në një komunitet të nënpërfaqësuar mund të merret parasysh, por pa anashkaluar standardet profesionale dhe sigurisht meritën. Prandaj ky amandament synon të krijojë një ekuilibër ndërmjet përfaqësimit të drejtë të komuniteteve, por dhe të ruajtjes së cilësisë. Ai ofron një zgjidhje konkrete për një problem të kahershëm dhe sigurisht kontribon në ndërtimin e institucioneve më gjithëpërfshirëse. Por ky amandament nuk u pranua nga zëvendës kryeministri Bekim Sali me arsyetimin se ky propozim vendos një procedurë të re të punësimit që nuk është parashikuar në propozim ligj dhe tejkalon objektin e tij. Përfaqësimi të drejtë dhe adekuat është rregulluar përmes mekanizmave institucional të përcaktuar në ligj, ndërsa procedurat e punësimit rregullohen me legjislacionin përkatës. Zgjidhja e propozuar krijon kolizion me sistemin ekzistues të punësimit në sektorin publik dhe të cënon koherencën e propozim ligjit pa sjell garanci shtesë për realizimin e qëllimit të tij. Ndaj arsyetimit të zëvendës kryeministrit ka replikuar deputetja e Lidhjes Shqiptare Ilire Dauti, e cila nxori përfundim se sipas përgjigjes së Salit, përfshirja e konceptit të përfaqësimit etnik e nxjerr prej konteksti propozimin e qeverisë. Po kur ju thoni na nxjerr prej kornize ky propozim që kërkon përfaqësim etnik, atëherë shtrohet pyetja, po mirë, cili është qëllimi juaj? Sepse ne të gjithë e dim që arsyet të cilat duhet të na kishin çuar te propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat kanë qenë ato të cilat janë të definuara shumë herët dhe që janë të përcaktuara në amandamentin e 6 të Kushtetutës dhe ku parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat është aty i definuar shumë qartë. Pra kur ju thoni ky propozimi që përcakton, që kërkon që të jetë përfshirë etnia ju nxjerr prej qëllimi, ju do me thonë jeni në kundërshtim me Kushtetutën e Maqedonisë së Veriut. Propozim ligji për përfaqësim të drejtë u dorëzua në Kuvend më 8 maj të këtij viti. Opozita shqiptare kundërshton ligjin pasi nuk ka në fokus përfaqësimin e përkatësisë etnike, por cilësinë e kandidatëve.